Sistematizimi në strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Brendshme do të përfshijë 160 zëvendëshefa, ndihmëshefa dhe funksionarë të tjerë të lartë në polici. Prej tyre 40 janë shqiptarë, mësoi televizioni 21 nga burime brenda MPB-s. Kjo reformë në polici ka zgjuar reagime të shumta të opozitës dhe pushtetit. BDI ngriti polemika se do të shkelet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive të tjera etnike, posaçërisht të shqiptarëve. Në kohën kur e ngrita shqetësimin për pasojat që Njësia për Punë të Brendshme Dibër do të pësonte nga sistematizimi i ri, ministri Toshkovski më akuzoi se them të pavërteta. Pas 2 muaj, skenari po realizohet. Degradimi dhe nënçmimi merr formë duke paralemruar shuarjen e SPB Dibër. Llogari kërkova edhe zëvendës kryeministrit Bekim Sali, i cili i vetëdijshëm për situatën, por i pafuqishëm për të reaguar shqetësimin e qytetarëve, i quajti paranoja. U kundërpërgjigj zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Hiseni. Sipas tij, çdo pretendim për shuarje apo degradim të Njësisë të Punëve të Brendshme në Dibër është i pavërtetë. Ai shtoi se asnjë vendim i tillë nuk ekziston dhe asnjë procedurë nuk ka nisur në atë drejtim. Ruajtja e përfaqësimit të drejtë është parimi i pandryshueshëm i MPB-s. Jo vetëm që do të mbetet, por do të avancohet sipas standardeve që respektojmë si institucion dhe si shtet. Garantoj se në çdo model të ri organizativ, shqiptarët do të jenë të përfaqësuar në mënyrë të barabartë dhe në disa segmente edhe më mirë se më herët. Askush nuk do të lejojë nënçmim të ndonjë qyteti, rajoni apo bashkësie etnike. Proceset e brendshme në MPB zhvillohen në mënyrë transparente dhe me përgjegjësi. Çdo vendim merret pas konsultimeve të nevojshme profesionale dhe gjithmonë me prioritet interesin e qytetarëve dhe funksionimin efikas të institucionit. Sistematizimi i ri në Ministri të Brendshme pritet të heqë nga funksioni rreth 38% të shefave të policisë, zëvendës shefave, ndihmësve dhe strukturave tjera udhëheqëse, tregoi dje ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Sipas tij, më shumë se 1/3 e strukturave udhëheqëse do të zvoglohet pasi nuk kanë kryer funksionet konkrete përkundër pagave të majme. Ristrukturimi i ri do të jep përgjegjësi konkrete për udhëheqësit, por asesi nuk do të jetë fshesë për strukturat udhëheqëse të bashkësive të tjera etnike, tha Toshkovski.